prodhojnë. Për shembull, për memritë e produktit nuk është problem as pak. Mund të prodhoni telefona, vetura, kpuca, veshmbathje, gjithçka. Ata që prodhojnë nuk është prodhimi problem. Problemi është shitja. Dhe shitja është sektori më i paguar në prodhim. Dhe është shkallësia më e vlerësuar në treg. Ai që di me shit produktin, me shit shërbimin, me shit ide, normal, në korniza të etikës dhe moralit. Jo me mashtu, jo manipulu, shit, në shitet edhe manipulimin me metodet ndryshme. Dhe ne do të flasim për këtë projekt edhe mundësia që ofrohet secilit marketer me kalu trajnimin, me marrë licencën, me u trajnu për shkak se jo të gjithë njerëzit e kanë dhunti, po unë e kam dhunti, shitjen, po e kam të mësuar prej fëminisë, për shkak se ka qenë zeja familjare, kam pa prej idesë të realizim, do më prej produktit dhe në shitje, që pjesë e i procesit, edhe jam frymëzu dhe kom pa që funksionon, më nëse kom qenë ma kreativ, e kom fut elementin edhe kreativ timin, dhe në fund të rezultojnë. Mirë po, për marrë deri te ajtë prezentim të bëjnë një hyje ndryshe, në stilin tim. Edhe kjo hyje, edhe çdo hyje tjetër, i keni dini ju, temat unë që zgjedh janë nivelit në altë për shkak se mendoj se para meje qëndrojnë njerëz që sada që është tema e komplikuar, megjithatë kanë kapacitet me kuptu, mundohen me zbërthy. Ajo direkt ka të bën me vlerësimin tim për masën që ndëgjon. Për shkak se nëse vlerësimi im është se masa nuk kupton, unë e ulin e vetë. Nëse unë mendoj se masa është nivel, unë e ngriti nivelin e diskutimit, pa marrë parasysh drojen, a jam kuptu as jam kuptu, edhe pse unë mundohem me zbërthy. Mirë po, nivelin e që nivel të nartë, e keni kuptu ju deri tash, e keni fase çfarë forme, edhe ata habite njerëzit pse merr të tema shkencore, pse merr tema të komplikume, sikur që patëm temën e nervit vagus. Vagusën për këtë është vagabond. Shka se vagusën për këtë është nerv bredhës, që prejtë, nuk mund të përcaktojnë. Del prej kokës, shëtit në këtë organe, deri në qelizat, deri në periferinë e organizmit. Do të zbërthej mende, temë në të ardhme në shumë temë e zakonshme, për me liru shpirtin e ytë, për me kriju sa ma shumë, për me dhonë sa ma shumë vend ati nervi cilë është nerv krijues, e që kultura sot e funksionimit botës punon në inhibimin, në atrofimin atij nervit, në pa është temë tjetër. Thash, një temë që është e preka pak në pauzat e prezentimit që patëm në Shkup rreth 8 medjes, e preka në pauza, për këta që kam me rëndësi me zbërthy dhe është temë që ndërlidh elementin shkencor dhe atë teologjik. Për marrë tjetë e përfundimi. Tash kështu. Cili prijush, ose cila prijush, nuk, dhe më mendon se nuk ka fund kjo i. Kusë mendon? E të dim se kjo jetë ka fund. Dhe vërteta e vetme në gazetë është fleta e fundit, faqja e fundit. Pak është morbide që pjota, ma është e vërtetë. Ka njerëz që lexojnë gazetën prej mbas, edhe mos lexojnë ato që se thotë këtë tjera janë relative dhe mos shtema çka e fundit, kush ka ndruar jetën e vërtetë. Do thotë nuk ka dilema se ne një ditë do ta çojmë këtë botë. Pajtohem krejt? Etash. Kush prej nuk ka dëgjuar për ferën edhe për parasin? E keni dëgjuar.
Po du më ditë është kush beson, kush nuk beson, e tjetër gjë. Mirë, po pyetja është kështu. Kush prej jush nuk don të shku në Paras? Pyetje hipotetike. Kush prej jush nuk don të shku në Paras? A ka dikush që është nis më shku në ferr 100% ferr? A ka dikush? Unë seriozisht pyes. Seriozisht pa heshtje? Jeni në heshtje serioze, edhe të bindur me dëshirë se kemi shku në Paras. Tash bëhet pyetja tjetër. A jeni të sigurt se veprimet me të cilat i bëni e keni të siguruar me Paras? Jo. Po. Kush ta po? I sigurt je? 100%. Se kemi shku në Paras. Që ata se cakton as ti asun. Për kush ta cakton as hoxha, as popi, për kush ta cakton? Ka një fuqi supreme, një inteligjencë pa kufishme që e përcakton. Edhe atë mundesh me plotësu kushtet e parës së tetë ditën e parafundit, ose të fundit, ditën e fundit me kënaqje dhe më shkon deri tjetër. Edhe kundër. E tash vjen pyetja tjetër, do të thotë, cili prej jush i bën veprimet çdo ditë që garantojnë parës? Jeni sigurt? Po. Shifri tash të themi. Kur thirr hoxha, i thirr xhamatin, masën me ndëgju ligjërat, apo si që kjo ligjërat, vetëm se diçka, çdo cep i tokës është i shenjtë dhe çdo ligjërat që është e shenjtë. Tash që si ka shenjat e xhamisë kështu, domethënë se s'është kjo, domethënë xhami ose kish, s'është më rëndësi, domethënë unë çashtu e shoh. Edhe predikimin që e mban është, për shkak se Islami është i decentralizuar, nëse di diçka, aty ku mban predikimin në realitet je në vit të përcjelljes të mirës. Edhe kjo ngjarje, s'ka lidhje që nuk jemi në objekt fetar, është njësoj, për shkak se çdo cep i tokës është i shenjtë, edhe shumë i këtu. Etash. Kur thirr hoxha, thirr masa. Edhe shkojnë krejt. Tash kam marrë shembullin e xhamisë Mustafa Pashës në Shkup. Ajo është te kalaja Justinianit, te kalaja te ndërtesa, afër ndërtesës vilajetit të Kosovës, në lartësi Shkupit. S'dia keni qenë, keni kalu ka xhamia Mustafa Pashës në Shkup. Është pjesën e vjetë të Shkupit mbi Çarshi. Aty kur falet xhamuja, aty për veturave që parkohen majtas e djathtas, është e pamundur me kalu autobusat që vinë prej Kosovës ose autobusat që prej Shkupit dalin diku në atë rrugë. Aty bllokohet. Do bllokohet për aq kohë sa zgjat falja e namazit. Vjen edhe keq përdorët, sa ata që shkojnë aty në xhami, lojnë veturën dhe zbresin çashi me pije dhe kafe. Dhe nëse e merr veturën, e qesin në baza nacionale apo në baza tjera fetare, që është kjo shpërdrim shumë i madh. E tash, imami, hoxha, ju thot, ju që keni ardhur këtu, e qeni parku në vend ku nuk duhet, ju keni hyrë gjuna se keni vendin këtu, për shkak se e keni vjedh kohën dikuj, e keni vjedh rregullën, e vjedhja është hajni, shefni hajnia më e madhe është për e vjedh një kohë. Vetvetes, edhe tjetër. Nuk është hajnimi marrë me vjedh materie. Të vjedhin kohën, e vjedhin rregullën, se jo krejt shkojnë mu falë, edhe me kry namazin e xhumus. Ata s'kanë ku farë vetia shkojnë mu falë. Ata në sigur se kanë me shku në paras. Në realitet bojnë veprim. A i kemi qartë, domethënë ata mendojnë nëse i pyet në rrugë, apo bën veprim të thuaj i sigurt. Ama harron se parkohesh diku ku ja prish rregullën edhe natyrës edhe asaj, në realitet ke bë gabim. Për shkak se rregullat janë strikte. Etash, hala më keq se kjo, ku ndodh? Ata dëgjojnë, çka konvenon e marrin, 80% që sy konvenon se është obligative, nuk e marrin, a një pjesë e vazhdojnë avazin e manipulimeve, të mashtrimeve që për ditë ata i bojnë, tu është etikën edhe moralin,
edhe në fund një pjesë shkon me lujtë Shqiprita, mi mashtru të ura kurit, pri gjamis, drejt. A i kemi qartë. Dhe thotë, krejtë do në ata parajsi. Ama veprimet nuk përputhen, të përjap si shembull drastik, jo mi kritiku diken, po mi ju të regu se dëshira, ajo që ti e donë, edhe ato që ti e bënë, nuk është njësë. Dëshira është me shku në parajs, a parajsin merreni si një jetë të bukur në këtë jetë, jo një jetën tjetër. Do vënë duhet mi kry obligimet. Obligimet që janë përputhshme me elementin teologjik, filozofik, artistik, shkencor, që dihet çka është rregull. Dihet çka është mirë, çka është keq. Ajo vlen edhe për çdo biznes. Ajo vlen edhe për çdo punë që e bën biznesin. Për çdo punë, deri edhe pitën kur ta bën. Nëse bëhet me rregullat e duhura, që i plotson gjitha kushtet. Kupto duhet me ditë. Me dashuri të madhe del pitja pak më e mirë. Po duhet edhe shprehti me rregulluese, ka shpreh që spjek poshtë, pjek veçantë dhe kundërta, nuk është në balans, kotja ke bë hizmetin, domethënë gjithçka kërkon me avë hizmetin deri në fund për më shku deri në parajs. Parajsën si sinonim të suksesit, si sinonim të jetës mirë. Nuk ka parajs nëse në proces bëhen gabime. Gabime mund të bëhen, por ato gabime duhet me qenë vetëdijshëm edhe nesër mos me përsërit. Etash. A dini pse mushën xhamit? Masa është shumë e madhe, mi po aty rekrutimi është shumë i vogël. A i dini pse? Se mrenda atij konceptit është një fjali që ju konvenon e që shtrembrohet prej disa qarqe. Thotë, bësh ka dush, vish kërko falje, këtë falje. Ajo nuk është e vërtet. Zdi Skënderja pajtojnë. Nuk është e vërtet, mund me vra njëri me kërku falje, me hongër burg, po ti e vrasës për ta një jetën, edhe 100% nuk shkon për vrasës. 100%, dhe unë se caktoj, po unë mendoj se ajo është e papërmisueshme. Thota, mo ky ka mësu, ka qenë në burg edhe mo nuk është vrasës. Po, njëherë vrasës, gjithmonë je vrasës. Mundet e ngabime që janë etash. Që një shembull konkret që e kom diskutu këtu, po jo krejt e kanë ndëgju. Keni ndëgju për determinantët e jetës. Dhe ne kemi jetën e determinuar edhe dihet se kemi caktuar, kush beson në ditën e fundit edhe në botën tjetër, se pa marrë parasysh të mos me qenë luftë mes plumbave, ose i ullën fotelje, nëse ki minutën, sekundën që duhesh me ndru jetë, s'është me rëndësi ku jetë. Po ajo është qashtu, mirë po, ka dhe paragrafe tjera, që ne vetë me veprimet tona e përcaktojnë fatin tonë. Që një shembull nga libra teologjik që janë vërteta, janë gjëra të vërteta, edhe të nxjerrë dy shembuj të që një lidhet edhe me familjen e tij. Para se me ekzistu fe tjera si krishterizmi dhe islami, ka ekzistu besimi judisit. Si besim ka qenë vetëm ajo, vetëm Tevrati ka ekzistu si libër, edhe judaizmi. Edhe frontmeni i të dërguarit Zotit, përveç Mojsiut, që në atë kohë ka vepru ka qenë edhe Abrahami, ose shën Ibrahim. Edhe ka majt ligjërata në vendin e shenjtë të vetin që atëherë po shujt sinagoga, po zdisë shujt, po s'ka qenë as xhami as kish. Ndërkohë Zoti ka përcaktu detyrat e emisarëve të vet. Mesin e atyre e ke edhe Gabrieli, ose Gjebraili, i cili merr, çka bën Gjebraili? Pozitiv. I merr jetë. Edhe Gjebraili, kur ka dhënë detyrën Zoti, ka thonë pse po mbjek si detyrë të rëndë. I mbari jetën njerëzve. Dhe ka thonë kjo është shumë zanat i rëndë, si xhelat. Azraili janë mërjet. Ha? Azraili janë mërjet. Është shën
Gabriel. Edhe i thotë ti mos ki gale. E qënë e sebepin e njerëzit folë vish për sebepin, ata s'tonë se ti u ki marrë jetër. Për t'njetin disë të vojtë. Për t'njetin. Edhe okej, pajtohet. E ta shkon e viziton Ibrahimin, Abrahamin atë. I thotë si po shkon puna në ligjerime. Thotë shumë mirë. Po vjen xhamar, në qenë, po dëgjojnë, kretë, po thotë është një djallë. Thotë vjen një orë para kohës, dhe shkon një orë mas kohës. Është i dëgjueshëm, është i mbar, i pastër, jashtëzakonisht edhe shumë e kom për zemër. Au, thotë për 11 ditë duhet me marrë shpirtin atë, e djalli i ri. Tash i thotë, ky që duhet me marrë shpirtin. Abrahamit i vje keq, Ibrahimit, mirë po është njeriu i cili e ka qenë në altar edhe fëmijën e vet, vje keq mirë po, devotshmëria ndaj Zotit është shumë madhe, okay, thotë është vullneti i Zotit. Kalon një ditë, 2, dita 10, 11, dita 12 e prapë po vjet, domethënë ka kaluar 11 ditë, nuk ja ka marrë shpirtin. Dhe ky shkon mas një muaj 2 prapë në vizitë te Ibrahimi dhe i thotë ave, më pa të thonë kështu djali ala po vjen, këtu është, çka ndodhi? Thotë i ndrej mjeti, dhe drejt Zotin mjetin për te. Qysh? Thotë disa sekonda para se më ndodh akti, thotë ai e ndryshoi fatin e vet. Me veprimin e vet. Si? Ai ka udhëtu ka 2-3 orë në ditë për më shku deri te vendi ku majtë ato ligjërata dhe 2-3 orë për më u kthye. Me vete ka pas ujë, bukë dhe një humë për këtë rrugë dhe njëjtën për kthesë. Atëherë kush e ka pas, atë ka qenë i pasur. Ta dini se është shpëndu për kësi pasuri që ne e llogarisim pasur. Çka ndodh? Ne kthem në sipër, çat ditën e 11, disa sekonda para se më ndodh akti, i paraqitet një person që i kërkon të s'kom hangër tani javë, s'kom pikë. Çka mundesh me ndihmu? Nëse ke, edhe ky krejt ujë, çat hurmë, edhe çat bukë që ka pas, jep krejt, komplet. Duke menduar se jam i ri, unë do ta çndroj se jemi shkretirën, edhe shkoj deri në shtëpi, por e jep krejt, komplet. Edhe në çat moment, krijuesi i thot 60 vjet jetë, plus 5 moment. Dhe kjo është diçka që e keni në librat. Do të thotë kush e ka përcaktu këtu fatin? Veprimi i personit. E ka dhënë atë që ka krejt. E ka dhënë. Ka çu dorë prej kujtës, ka çu dorë prej ushqimit, prej e ka pranuar urin për një kohë në emër të tjetër. Ska dhurat më të madhe se 60 vjet jetë. Se kësë dhurat më të madhe. Më të regoni me para sa unë me peshu të ju 60 vjet jetë. Ska pesh. Përfundimi morali i kësaj që thash, çka është? Se ne jemi përcaktues të fatit tonë, por jo me veprime që bën masa, po me veprime që bën klasa, që bën njeriu i përzgjedhur. E pata temë, si me qeni përzgjedhur, para një javë apo 2. Si me qeni përzgjedhur, mos me qenë masa, mos me qenë shumica, si me qenë i veçantë. Rasti tjetër, kemi një shkupion të cilin se kom pa motin, mirë po i ka punë shumë mirë. Është jashtëzakonisht njeri suksesshëm. Në kohën e ikjeve që ka ndodhur për rinin shqiptare për Maqedonisë në perëndim, që ka zgjatur periudha të gjata, ai ka qenë bashkë me një robaqet që unë e kam fshirë aty në qashin e vjetë të Shkupit ku unë jam rritë dhe ku veproj. Dhe ne njohim atë personin, mirë po se kemi pa mëti. Edhe tash ky robaqet se tregon ngjarjen ku ka qenë bashkë në një ngjarje ku
domethënë me ditë kanë qëndru familjet që s'ka dujt me kalu kufinin për në perëndim. Dikun perëndim ka ndodhur ajo. Edhe shkon një burr me grunë e tij me ca fëmijë të vegjël, i thotave që sa det kemi mbet, kemi harxhu krejt para s'kam kur gjë, na ndihmoni diçka, i thotë edhe një edhe tjetër. Edhe ky në atë kohë i nxjerr Princip dhe 400 marka. 400 marka si valutë, ju qeni materi ka qenë valutë gjermane para euros, që ka qenë marka. Mirë po, pandan 400 marka të teshme se sot janë 2000 euro me fuqi vlerës. S'është më rëndësi. Ky tash do pashim që thotë shka e tu po kretë pare të jada, se ka di se i ka vetëm 400, se këta kanë di sa kiti, për mi qëndru. Dhe ky je krejt. Po të përqysh jada kretë, pa ne jemi 3 gjinëm, ne krejnë e ti që sa ti ki di shka, gjinëm ama kjo familje 5-6 antashe, këta duhet, s'është për gjokje. Edhe që ndur. Ai njeri është sot shumë i sukseshëm. Që një shembull tjetër, kam një djalë dajes, i cili jeton në Hungari, në periferitë e Budapest. Ajo është djalë që ka lind si rezultat i babës babës kosovar dhe nanës hungareze e Senti. Senta është afër kufinit hungares, Serbi, Hungari, Vojvodina, ka qenë pjesë hungareze. Tokë historikisht hungares. Studion kjo në Vesat, ta shërotën, te shumë e bukur, muzikante nga profesioni, edhe martohet e vjen Prishtinë, mëson gjuhën shqipe, bëhet nusja më e mirë e familjes, shqipen letrarisht e jo dialekte sendet, edhe zoti u fal dy djem, njëri prej djemve, emrin e ka Spartak, shkollohet në muzikë, edhe ai deri në penzion ka qenë në Filharmoninë Hungareze. Se dje kërku se ne vlerat nuk i shohëm. Edhe ati, e martohet me hungareze, normal, e di Shqipen, me që nona saj ka ditë edhe Shqipen e kretë, mund të edukun me normat, e ka jetu në Prishtinë, në shkollën e mesme të muzikës në Prishtinë, ka dhe mësim hungareze, gjuhën Shqipe. Ai martohet me hungareze dhe zoti ja fal ati, edhe krus ti ja fal 4 fëmijë. Ai adapton fëmijën e 5 me nevojat posaçme. Kush prej nesh e kish bëu atë? S'ka kërku më adoptu në fëmijë, dhe thëmë. Mas 4 fëmijëve të vetë, se më adoptu kur s'ki fëmijë, adopton, edhe me lypë, kush janë prindja, është kishnosh, apo shë, apo dëgjon, lypim me performansë. Ai ka kërku, të më thonë fëmijë, të pestin. Me qatë bot kuptim, për me dhonë diçka bot kuptim botnor. Edhe nëse dikush duhet me shku në parajs, para me shkon ai 100% unë jo. Gjatë darës e kom. E kemi qartë. Kjo është sfidë shumë e madhe, po jep si shembull me tregu deri ku mundet me shku truri i mirësisë, i dashurisë, për me bëu mirë. Se cili e din atë. A e bëna se bëna, unë i kom pyet vetën e kisha bërë. Unë qenë shumë i sinqert se jo. Unë shme rejtë kja dush, po nësë mund të shkriusi. E kjo ka qenë vullneti ti. Por gabimin kryesor që e bëjnë njerëzit është kur vjen momenti ku duhet me dhonë maksimumin, s'do me thonë me dhonë një gjosendi, me dhonë qenjen, me bëjt diçka që me ndryshu, me që vendosë malet, aty vendoset fati për shkak se ai që i vendosë, ose ai që i vendosë malet, nuk bën veç për veti, bën edhe për tjetër. Koma parë, gjyshim në shtëpinë e madhe Gjakov me kapi të borit, ku ka jetu vllazit e tij, po follet tash për gjyshin tim, troket dera në mramje. Familje e madhe, edhe ky e hap derën. Paraqitet një person edhe i thot, ma jep atë që e ki në shporet. Përpara, e dini si kanë qenë kuzhinat, shporetet me dru, edhe ky e ka ditë se ka është pjek diçka dhe shkon e merr, e mbështjell edhe jep person.
kthehet në dhomë i thot gjyshës gatu edhe një bukë, se kështu. Edhe kur shkon me gatu, e hap shpretin buka aty. Pra mendoni me pas kthy atë njeri që ka trukit në derë me kërku atë që e kinë shpëret. Hajër familja s'ki shpëret, edhe unë që kom të besi. E ka qenë vendimi i gjyshtë. Kjo ka ndonë familjen tonë. Bota sot, ndoshta nuk ju troketën derë. Njerëzit që ju shifni, ndoshta nuk trokasin derë, ama kanë nevojë për secilin prej nesh, se në 500 metra diametër, unë ju gjej 100 njerëz që kanë nevojë për të shkë. A neve 5 parë nuk i japim për shkak se nuk ndodh problemi te ne. A kur paraqitet mundësia me ndryshu diçka, me bërë revolucion, me një ide që paraqitet, aty vjen vendimi sa jam unë i gatshëm me dhonë për me e ndryshu konfiguracionin, fatin, edhe me kthy, themi të keqen në të mirë, ose me kthy asnjësën në pozitive, me kthy gjendjen prej një haosi edhe vakumi, mi dhonë frymë. Se ide ka sot donin botë. Mund dalë një ide, mirë por njerëz që implementojnë idenë, janë pak. Krejt presin tjetëri me po punën. Krejt presin tjetëri, thot tjetëri, unë nuk e bëj. I keni pa, unë ka donë Zagreb, ku pa një gru që është Alivanos, të kemi qenë 3 veta, kush syci ka këthy nga jo, ne nga ju ku shku, me kapën për dore, e ullëm mbron ujnë që e kishim, me dhamë po, dikman elementare, thirëm taksin, adresën e morëm prej sepër me kështu deri në shtëpi. Edhe aty e pas se sa ma lartë që shkon, themi në atë civilizim, do është asë pjesë kush për tjetër nuk e këther kokë. Te ne është një fjali, thot, mos u ndalë, se ndoshta është rast i montu, edhe ti mundesh me hy në problem. Do thotë kush se kthen kokën për tjetrin. Kur them për tjetrin, nuk merr pjesë në proces. Se kur është dash me unal zjarin mal, edhe ka shku bleta një pikuj në kabudh, i bën pyetje do të ati po mendon se me një pikuj e ndar zjarin, jo, do të amane se krejt e hudhin ka një pikuj, kryhet puna. Krejt këtë hyrje e bona, për me dhonë një informacion, për me ngrit projektin e jetë midis, në nivel të jashtëzakonshëm, po aty duhet me plotësu kriterin ju, se cili prej që edhe nuk kalon ajo pas probleme dhe bëhet ndryshimi shumë i madh. Kuptohet se në proces ka përfitime për secilin pjesë punës, ama duhet me apo hizmetin me rregullat e parasës. Nuk mundet të ndryshe. E kemi qartë. E tash, mu për shkak se çdo ide që paraqitet, entuziazmi është një po krejt në rregull, e bëj unë se inspiroj dhe motivoj. Mirë, po kur vje puna me implementu, ku duhet me fitu, me marrë një farë performanse, një farë kompetence, me kalu trajnimin, me marrë licencën, edhe mu ballafaqu me masën për me shty projektin, aty mandej vjen në pyetje dëshira me qenë parajs, edhe veprimi edhe puna për me shku të jenë parajs. Parajsën e keni gjithmonë sinonim të suksesit, po suksesi është i përgjithshëm. Unë e kuptoj se nëse keni ju një dyqan, e qeni dyqanin çdo mëngjes për me shit jo se i merrni parat ju. Ama nëse është dyqani të themi global, secili prej nesh e pret tjetri me qenë, edhe me punë jonë. A kemi qartë, kur është diçka globale, kur është diçka shoqërore, ne nuk e kryjmë punën,
Kretë e domë Kosovën, kretë e domë shtetin, ka hirë që unë e shofë cigare, ato duqet e cigares, e shofë i hudë.